Parlamenti po përgatitet për një seancë maraton ku kryeministri Edi Rama do të prezantojë vizionin e qeverisë për 4 vjeçarin e ardhshëm dhe do të kërkojë votbesimin për kabinetin e tij të ri. Top Channel ka siguruar programin qeverisës 2025-2029, i cili është përmbledhur në 55 faqe dhe është i ndarë në 3 shtylla: Shqipëria Europiane, rritja ekonomike e qëndrueshme dhe mirëqenie për të gjithë. Kryefjala e dokumentit është anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Ne kemi shansin historik të mbyllim për 3 vjet, 2024-2027, por për këtë na duhet që të mos humbasim asnjë minutë, si dhe t'i çojmë në Bashkimin Evropian një mesazh të fuqishëm nga populli i 11 majit, një mesazh përtej shumicës aritmetike: duam pasaportën e Bashkimit Evropian për Shqipërinë dhe për çdo shqiptar. Në sallën e parlamentit është bërë gati ulësja për diellën, ministren më të re të kabinetit, e cila është produkt i inteligjencës artificiale. Por ajo me sa duket nuk do të jetë risia e vetme e qeverisë Rama 4 në luftën kundër korrupsionit. Kalojmë drejt një administrate pa letër, duke reduktuar ndjeshëm përdorimin e dokumentacionit fizik dhe duke avancuar digitalizimin e plotë të komunikimit ndërinstitucional me qytetarët. Transformojmë sistemin e burimeve njerëzore përmes digitalizimit të rësor të proceseve dhe inteligjencës artificiale, duke automatizuar pagat, vlerësimin e performancës dhe parashikimin e nevojave për zhvillim kapacitetesh. Ulja e papunësisë dhe rritja e pagave është sfida e qeverisë Rama 4 në fushën e ekonomisë. Basti politik i kryeministrit është zbritja e mëtejshme e borxhit publik dhe rritja e ekonomisë në nivelin 4%. Duke filluar nga janari i vitit 2026, paga minimale do të jetë 500 euro për të mbështetur punonësit që do të përfitojnë nga kjo rritje e shpejtë e pagës minimale. Si përmarrësi do të arrisin pagën minimale me lehtësi që gjatë 18 muajve të pagës së parë. Shteti nuk do të kërkojë asnjë detyrim tatimor mbi shtesën prej 100 euro. Në Shqipërinë 2030 paga mesatare e përgjithshme do të kalojë kufirin e 1000 eurove. Ndërhyrje parashikohet edhe në skemën e pensioneve. Ambicia jonë është që në Shqipërinë e 2030 pensioni mesatar të jetë 400 euro për ata që kanë paguar sigurime të plota, ndërsa për pension minimal do të synojmë dyshemend 200 euro. Kryeministri Edi Rama pritet që të njëjtën t'i drejtohet parlamentit për të prezantuar programin qeverisës, ndërsa konferenca e kryetarëve që i parapriu seancës maraton, e cila parashikohet të zgjasë 2 ditë, caktoi se çdo deputet do të ketë 10 minuta kohë për të shprehur qëndrimin e tij, edhe pse opozita këmbguli për një kohë të pakufizuar. Me votbesimin e qeverisë së re në parlament, kryeministrit dhe kabinetit të tij hapet rruga për të shkuar në presidencë për betimin para kreut të shtetit.